Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin shqiptar në Zvicër pasi një burr nga Kosova dyshohet se ka kryer një krim të rëndë brenda familjes, duke vrarë bashkëshorten e tij dhe më pas veten. Sinjali ka raportuar se bëhet fjalë për Ramiz Berishën, 42 vjeçar nga Malisheva, i cili dyshohet se ka qolluar për vdekje me armë zjarri bashkëshorten e tij 38 vjeçare, po ashtu nga Malisheva, nën e 4 fëmijëve të mitur. Pas të shtënave, Berisha thuhet se ka dalë nga shtëpia, ka shtënë sërish me armë dhe është kthyer brenda. Pak më vonë shtëpia është përfshirë nga flakët. Shërbimet emergjente kanë ndërhyrë menjëherë, por gjithçka ishte tepër vonë. Brenda shtëpisë janë gjetur 2 trupa të pajet, për të cilët dyshohet se i përkasin çiftit. Ramiz Berisha, sipas profilit të tij në Facebook, ishte aktivist politik dhe kryetari në ndegës së LDK-s në qytetin Bullet të Zvicrës. Motivet e kësaj tragjedie mbesin ende të panjohura, teksa autoritetet zvicerane kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes që i tronditi të gjithë. 4 fëmijë tashmë kanë mbetur jetim, pa nën, pa baba.